Kryeministri Rama thot se vendimi i GJK-s për Ballukun është absurd dhe i rrezikshëm, ndërsa nënvizon se pezullimi i një ministri është shpikje e drejtësisë shqiptare. Berisha shpreh se kjo është avokatie turpshme dhe presion mbi kushtetuese. Vlora është rënditur natën e shkuar nga një shpërthim i fuqishëm tritoli, nga i cili pati vetëm dëme materiale. Lënda plasëse ishte vendosur shtëpisë së nënës së Gentian Zoto, si dënuar me 35 vite burg për tentativë vrasje ndaj Ines Hajrullës. Nisën në të gjitha zyrat e postës shqiptare shpërndarja e bonusit të fundvitit për rreth 750.000 pensionistë. Vendimi parashikon që ata që kanë një pension më të vogël se 20.000 lekë do të përfitojnë 15.000 lekë bonus, ndërsa të tjerët të 10.000 lekë. Rrugët e Tiranës pushtohen nga gropat duke u kthyer në një rrezik për aksidente. Një pjesë e tyre janë pasojë amortizimit, ndërsa të tjerat janë ndërhyrje të papërfunduara nga ndërmarrjet publike dhe të lëna në arrest nga bashkia. Përshkallëzohen tensionet mes Shteteve të Bashkuara dhe Venezuelës. Washingtoni shtoi prezencën ushtarake në Karaibe, ndërsa në Caracas kreu një sër demonstrimesh luftarake, përfshirë edhe ato me avion rus dhe amerikan të bler vite më parë. Klan Explorer ndalet kësajere në qytetin Elbasanit, i cili konsiderohet edhe si një muzej gjallë i dijes dhe kulturës shqiptare. Ai vlerësoi gjithashtu edhe përvimësinë brez pas brezi të traditave dhe zakoneve të hershme. Përshëndetje të nderuar televizionistë të televizionit kombëtar Klan, unë jam Oljana Maloku dhe bashkë do të jemi në këtë edicion të orës 15:30. Kryeministri Edi Rama thot se vendimi i GJK-s për zëvendës kryeministren Belinda Balluku është absurd dhe i rrezikshëm për demokracinë. Ai nënvizon se pezullimi i një ministri është shpikje e drejtësisë shqiptare, ndaj uron që gjykata kushtetuese t'ia kursej këtë shfaqje Shqipërisë në sytë e të huajve. Përveç se absurd dhe të pa precedent në asnjë vend tjetër, kryeministri Edi Rama e vlerëson si të rrezikshëm përcënimin e kufirit që ndahen pushtetet e pavarura nga njëra tjetra, vendimin e pezullimit nga gjykata e posaçme për zëvendës kryeministren Belinda Balluku. Pezullimi i një ministri është në vetvete absurd si koncept, sepse të pezullosh një ministër nuk do të thotë pezullosh thjesht një individ, një funksionar publik të cili do nivel, po do të thotë pezullosh një autoritet politik me fuqi ekzekutive vendimmarrëse në një a më shumë sektor. Prandaj ministri ose rrin detyrë ose largohet nga detyra, me dorëheqje nga kryeministri apo in extremis me dënim të formës prerë sipas ligjit. Tjetër nuk ka. Prokuroritë e gjykatat nuk hyjnë fare në këtë mes dhe nuk e bëjnë kurrësi këtë asnjëherë. Askund në Europë. Rama sjell në komunikimin e përjavshëm në podcastin Flasim qëndrimin e Komisionit Venecias lidhur me ndërhyrjen e gjyqësorit në kompetencat e ekzekutivit. Gjykatat nuk duhet të pezullojnë antarët e qeverisë. Për sa kohë një ministër është figurë politike, pjesë e ekzekutivit, përgjegjës para parlamentit dhe kryeministrit, nëse gjykata e pezullon, ajo praktikisht ndërhyn në punën e qeverisë, ndërron përbërjen e ekzekutivit, merr kompetenca që i takojnë kryeministrit dhe president. Dhe kjo konsiderohet nga Venecia shkelje e palejueshme e kufirit ndarës mes pushteteve. Duke e bërë këtë, gjykatat krijojnë mundësinë e instrumentalizimit të drejtësisë dhe Venecia paralajmëron shpesh shqip fare shtrirjes krahut gjyqësorit përtej kufirit ndarës me politikën. Sepse kjo përpasoj i hap rrugë presionet politike ndaj qeverisë, destabilizimin institucional, manipulimin e ekzekutivit përmes procedurave penale. Së treti, ministrat kanë funksione politike, jo administrative, dhe Venecia e ka thënë shumë herë. Masat e pezullimit vlen për nënpunësit, jo për antarët e qeverisë, sepse ministri nuk është zyrtar administrativ, por autoritet politik. Pezullimi gjyqësor i ministrit është de facto presion për shkarkimin e tij, duke qenë se kur pezullohet një ministër, nuk pezullohet një individ, po paralizohet e gjithë vendimarrja për një apo më shumë sektor që ministri mund të mbulojë. Dhe kjo është këmbë kryerje jo kushtetuese. Komisioni i Venecias e ka theksuar shprehimisht, një prej parimeve të demokracisë parlamentare është që qeveria mund të shkarkohet vetëm nga organet politike, jo nga organet gjyqësore.
Ndërsa Gjykata Europiane e Strasburgut, sipas Ramës, nuk ka shkruar asnjë precedent të kësaj natyre, ndaj ai e sheh atë si provë se në shtetet europiane nuk mund të ndodhë që të merren vendime pezullimi për anëtarët e kabinetit qeveritar nga ana e gjyqësorit. Ka disa parime shumë të qarta të Gjykatës Europiane që ndalojnë parimësisht këtë aventurë antidemokratike. Së pari, Strasburgu thotë se masat e sigurisë nuk mund të përdoren për qëllime politike. Së dyti, për Strasburgun, ministrët janë shprehje vullnetit demokratik. Çdo mas që ndërpret apo cënon funksionimin e institucioneve të zgjedhura duhet të justifikohet me standardin më të lartë demokratik. Kryeministri shpreson që gjykata kushtetuese, të cilës ai u drejtua 24 orë pas vendimit të pezullimit, të ndalojë këtë shpikje shqiptare, që e quan të rrezikshme për demokracinë. E nëse Shqipëria do të hynte në analet e historisë drejtësisë europiane me një shpikje të tillë, kjo do të ishte largqoft një shfaqje ulëritse pa pjekurie demokratike dhe institucionale. Uroj që gjykata kushtetuese t'ia kursejë këtë shfaqje. Por kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha thotë se deklaratat e bëra nga Rama për vendimin e GKK-s për Ballukun janë presion i hapur ndaj gjykatës kushtetuese. Ai gjithashtu thekson se kryeministri gënjen kur i referohet Komisionit të Venecias për këtë çështje. Sali Berisha e sheh si presion ndaj gjykatës kushtetuese komentin e kryeministrit Edi Rama në podcastin e tij, ku foli për vendimin e pezullimit ndaj zëvendës kryeministres Balluku. Edi Rama thot në avokatinë e tij të turpshme të vjedhjeve të tij me Lubi Ballukun, në tunelin Llogaras dhe në një presion të hapur ndaj gjykatës kushtetuese, ju tha shqiptarëve se Komisioni i Venecias është shprehur kundër pezullimit të ministrave nga detyra. Por Berisha thot se i është drejtuar ministres virtuale të qeverisë Rama për t'u informuar nëse ka raportet Komisionit Venecias mbi precedent të pezullimit të ministrave. Diella thot se nuk ka asnjë raport të Komisionit të Venecias për pezullime ministrash, konkret as në tërësi, por ka raporte vetëm për të zgjedhurit vendor. Pyetja ime është, kush gënjen? Diella apo Rama? Apo kujt i besojmë? Diellës që është e paanshme apo Ramës të zhytur gjerë në vesh në aferën e pist të tunelit të Llogaras? Të martën gjykata kushtetuese do të mblidhet në dhomë këshillimi për të vendosur nëse do të pranojë të shqyrtojë në themel kërkesën e kryeministrit Edi Rama për zgjidhje të mosmarrveshjes së kompetencave mes pushtetit ekzekutiv dhe atij gjyqësor. Një tjetër pikë e kësaj kërkese është dhe pezullimi i efekteve të vendimit të gjykatës së posaçme, si dhe shfuqizimi i pjesës së masës ndaluese të pezullimit të ushtrimit të detyrës nga zëvendës kryeministrja Balluku. Vlora është tronditur në natën e shkuar nga një shpërthim i fuqishëm tritoli, nga i cili pati vetëm dëme materiale. Lënda plasëse i është vendosur shtëpisë së nënës së Gentian Zotos, i dënuar me 35 vite burg për tentativë vrasje ndaj Inez Hajrullës dhe 2 të tjerëve në vitin 2019. Një sasi tritoli u vendos në mesnat derës një apartamenti në Vlorë në lagjen Partizani, duke lënë pas dëme materiale. Në banesë rezulton të jetojë 63 vjeçaria Bakie Zoto, nëna e Gentian Zotos, një i dënuar me 35 vite burg për tentativë vrasje ndaj Inez Hajrullës dhe 2 të tjerëve, ngjarje ndodhur në maj të 2019-s. Sasia me lëndë plasëse është vendosur pranë derës rreth orës 11:30 dhe shpërthimi, siç duket nga pamjet, ka prishur muri në pjesën e poshtme dhe shkaktuar plasaritje të shumta. Për mediat, 63 vjeçaria tha se jeton vetëm aty dhe se nuk ka konflikte. Asmëria ndonjë, tutja ndonjë tua. Me kë jetoni këtu? Vetëm ja. Keni pasur konflikte ku keni punuar? Jo, fare para asnjë gjë. Po çfarë mendoni? Ka vite këtu ndaj. Po çfarë mendoni? Që mund ta keni bërë? Nuk e di. Unë se gjë fare. Jam habitur dhe vetë. Në përpjekje për të identifikuar autorët, hetuesit kanë sekuestruar pamje nga disa kamera sigurie për të ngritur itinerarin e lëvizjes së tyre. Një nga pistat që po verifikohet është përfshirja e djalit të saj, Gentian Zoto, në krime kundër jetës në qytetin e Vlorës. Nis këtë të hënë në të gjitha zyrat e postës shqiptare shpërndarja e bonusit të fundvitit për rreth 750.000 pensionistë. Ata që kanë një pension më të vogël se 20.000 lekë do të përfitojnë 15.000 lekë bonus, ndërsa të tjerët 10.000 lekë. Edhe pse hëna është ditë zyrtare pushimi, rreth 750.000 pensionistë në të gjithë vendin mund të tërheqin bonusin e fundvitit pranë pikave të postës. Sipas Institutit të Sigurimeve Shoqërore, bonusin prej 15.000 lekësh do ta përfitojnë mbi 540.000 persona
siç janë të moshuarit që marrin deri në 20.000 lekë pension, pensionet e invaliditetit, pensionet familjare dhe sociale, si dhe disa kategori të tjera pensionistësh. Ndërsa bonusin prej 10.000 lekësh do ta përfitojnë mbi 221.000 individ, siç janë personat që marrin pension mbi 20.000 lekë, personat që marrin pension të parakohshëm apo dhe përfituesit e trajtimeve financiare të veçanta. Bonusi fund vitit mund të tërhiqet përgjatë gjithë muajit dhjetor, ndërsa për ata që e kanë të pamundur gjatë kësaj periudhe kanë afat deri më 30 qershor të vitit 2026. Sipas Ministrisë së Financave, në skemën e pensioneve janë alokuar rreth 7.6 miliard lekë, prej të cilave 5.9 miliard lekë shtesë për fondin e dedikuar për bonusin e fundvitit për rreth 750.000 pensionistë. Gjithashtu, qeveria ka parashikuar që prej muajit janar të vitit të ardhshëm të ketë një rritje graduale mujore të pensioneve për te indeksimit të zakonshëm vjetor. Rrugët e Tiranës pushtohen nga gropat duke u kthyer në një rrezik për aksidente. Një pjesë e tyre janë pasojë e amortizimit, ndërsa të tjerat janë ndërhyrje të papërfunduara nga ndërmarrjet bashkiake dhe të lëna në arrest nga bashkia. Çdo automjet që kalon në këtë rrugë pranë zogut të Zi në Tiranë përballet me këtë grop të madhe që është hapur nga punojësit e ndërmarrjes së kanalizimeve. Të tilla si kjo gjen shumë në kryeqytet, të cilat hapen dhe nuk riparohen më, duke sjellë vështirësi në lëvizje, trafik, nervozizëm të drejtuesit dhe dëmtim të automjeteve. Rruga që është qarë në një pjesë të staj ka mbetur kështu, pa u asfaltuar. Shqilat e dendur e kanë përkeqësuar më tej duke krijuar një grop të madhe. Drejtuesit e mjeteve duhet të tregojnë kujdes për të mos dëmtuar automjetin e në disa raste, kalimi këtu bëhet mision i pamundur. Ja. E keni vështirë për të kaluar? Ja, vështirë. Ka rrejat huti nga tubacioni kryesor, kanë mbush prapë, kanë mbush shumë me zhavar, që me zonë vend, mas hapjes. Edhe e ka marrë shiu, se ka qenë shi shumë i rëmbyshëm. Edhe në këtë rrugë tjetër të kryeqytetit janë bërë ndërhyrje në rrjetin e ujësjellësit dhe kanalizimeve. Punojësit e bashkisë kanë hedhur zhavor, duke krijuar disnivel në rrugë, ndërsa automjetet kalojnë me vështirësi. Gropa pafund gjen në shumë rrugë të Tiranës, edhe në ato ku qarkullimi i automjeteve është i lartë. Prania e tyre bëhet edhe rrezik për aksidente. Si shihet në këto pamje, për të shmangur këtë grop në rrugë, automjetët detyrohen të kalojnë në krahun tjetër të rrugës, duke u shkuar përballë mjeteve që vinë në sensin e kundërt. Ndërhyrjet e papërfunduara dhe lënia në arrest nga bashkia është kthyer në një tjetër shqetësim të përditshëm për qytetarët që përdorin rrugët e Tiranës. Vijojnë të përshkallëzohen tensionet mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Venezuelës. Deklarata e kreut të shtëpisë së bardhë Donald Trump se hapësira ajrore përreth Venezuelës është plotësisht e mbyllur ka përshkallëzuar edhe më tej tensionet mes Washingtonit dhe Caracasit. Qeveria e presidentit Maduro e dënoi këtë hap si një kërcënim kolonist që dëshiron të dëmtojë sovranitetin e hapësirës ajrore të Venezuelës, duke përbërë kështu një sulm të ri të egër, të palishëm dhe të pajustifikuar kundër popullit të saj. Jo vetëm kaq, por forcat e armatosura të Venezuelës zhvilluan ushtrime ushtarake përgjatë Bregdetit të vendit të dje, ndërsa rreth 100 kilometra larg Caracasit avion luftarak Sukhoi të prodhuar në Rusi, si dhe avion F-16 të blerë nga Shtetet e Bashkuara në vitet 1980 u shfaqën gjatë ekspozitës industriale aeronautike Venezuela 2025. Nga ana tjetër, mjete ujore të marinës amerikane shtuan praninë e tyre në Karaibe dhe patrulluan në Porto Rikon jugore të shtunën, duke rritur presionin ushtarak ndaj Venezuelës. Gjithsesi, pavarësisht këtyre zhvillimeve, zyrtarët amerikanë të kontaktuar nga Reuters u habitën nga njoftimi i Trump dhe nuk ishin në dieni të ndonjë operacioni ushtarak amerikan në vazhdim për të zbatuar mbylljen e hapësirës ajrore të Venezuelës. Mbrëmja e sotme do të sjellë në ekranin e televizionit Klan muzikën e bukur të viteve 70. Skena e spektaklit Këngët e Shekullit do të kthehet në një takim brezash, ku krahas këngëve të atyre viteve nuk do të mungojnë edhe surprizat. Kjo diel në Këngët e Shekullit do të sjellë muzikën e mirë dhe nostalgjinë e viteve 70, me artistë që kanë zhvilluar karrierën në ato vite dhe me zëra të rinj që padyshim janë rritur me ato hite.
Një ansambël muzikor që bashkon Shqipërinë dhe kujton zërat fantastik të një brezi që vazhdoi traditën e muzikës që edhe sot ka lënë shenjë. Do të ketë disa nga emrat e lavdis, ja dhe Dona që ka ardhur nga Kosova, që vazhdimisht është prezente në projektet tona. Do të këndoj disa nga këngët e bukura të viteve 70 nga ato që ka kënduar Nexhmie Pagarusha. Do të performoj këngët e viteve tona, vitet 70. Kjo është puna më e vyme që bëhet. Të kthehesh në kohë, edhe të shihet ai art që kemi demonstruar ne. Ja, kjo është kënaqësi shumë. Jam shumë e lumtur që kthehem prapë në këtë spektakël me këta njerëz që më japin energji shumë pozitive, domethënë lumturohem jashtëmase. Kjo mbrëmje muzikore është dhe një takim brezash në skenën e madhe të këngëve të shekullit. Është ndjesi shumë e bukur të kthehesh në ato vite. Përjetimi normalisht nuk është i njëjtë, përjetimi është ndryshe sepse unë nuk është se kam jetuar ose ti kem përjetuar qoftë edhe afro atyre viteve, po mendoj që do sjell një version timin të këngës. Sot do të performoj Adresa të 1971-shit të Francesc Kratit. Është edhe kënga e një nga këngëtarëve të mi shqiptar më të preferuar, të cilët kanë lënë një gjurmë fantastike të përjetshme në historinë e muzikës shqiptare. Kemi sjell një frymë moderne te këto këngë, stilit rock, por që kemi arritur t'i përshtasim më së miri. Sonte në orën 21 në ekranin e televizionit Klan do t'jetë një natë emocionesh, surprizash dhe një mbrëmje ku gjua e bukur, ajo e muzikës do të flasë. Klan Explorer ka ndalur kësaj here në qytetin e bukur dhe të vjetër të Elbasanit. Ai jo më kot konsiderohet edhe si një muzej gjallë i dijes, kulturës dhe traditës shqiptare. Elbasani bukur, Elbasan. Në zemër të Shqipërisë ndodhet qyteti i vjetër dhe i bukur i Elbasanit dhe i treti qytet më i madh në Shqipëri. Shtrihet në fushën që mban të njëjtin emër dhe ku kalon rrjedha e lumit Shkumbin. Ndodhet 41 kilometër larg nga Tirana. Zanafilla e jetës në trevat aty ka nisur që në shekullin e dytë para erës sonë, që në lashësi kanë kaluar rrugë të rëndësishme tregtare siç është rruga Ignatia që lidhte Perëndimin me Lindjen. Dhe nëse je mjaftueshëm me fat që në krah të kesh një historian studiues, do të kuptosh që Elbasani, që dikur thirrej me emrin Skampis, ka qenë gjithmonë një qytet i rëndësishëm, arsimdashës, i kulturuar dhe i zhvilluar. Elbasani ka qenë një zonë rëndësishme tregtare, gjurmë të cilat sot janë të rralla, sepse gjatë periudhave të ndryshme qyteti ju nënshtrua transformimit. Është ngritur si kala ushtarake, por që brenda saj vazhdon jeta. Merr jetë me Dioklecianin, i cili është një perëndor me origjinë ilire, që në fillim të shekullit 4 i jep formë kalasë Elbasanit. Ndërkohë më pas ky qytet do të ketë një fazë të dytë rindërtimi, sidomos në kohën e Justinianit, perandorit Justinian Bizantin. Duke qenë pjesë integrale e kësaj rrugës Ignatia, e cila nuk e humbi rëndësinë e saj, do të rikonstruktohet tashmë në kohën e perandorisë bizantine, duke i sjellë fazën e dytë ndërtimit të qytetit. Brenda kalas, ky kaldrën është vendosur mbi trasen e rrugës kryesore Ignatia që kalonte mes përmes saj. Jemi në në shtratën e rrugës Ignatia. Rrugë e cila niste do në hynte tek porta perëndimore, që vinte si pasojë e bashkimit të dy rrugëve nga Apollonia dhe Durrësi, bashkohen shumë pranë Elbasanit. Elbasani është qyteti i shumë figurave të ndritura, qyteti i Lefnosit, Konstantin Kristoforidit, Aleksandër Gjovanit, Daskal Todrit, Aqif Bash Elbasanit, Dimitër Shuteriqit, Aleks Budës, Ibrahim Biçakçiut e shumë figurave të tjera me kontribut në vendin tonë. Njoja dhe rikujtesa e tyre do të shkoj gati në një nivel më të afërt duke hyrë në shtëpitë historike, ku rritën këto figura të shquara që sot mbajnë statusin monument kulture. Shtëpia e parë që do të shohim e që ndodhet në lagjin Kala është shtëpia e adhetarit Lef Nosit. Lef Nosi ka qenë një nga firmëtarët e pavarësisë, ka mbajtur poste të rëndësishme në shtetin shqiptar. Njihet si babai i filaterist në Shqipëri, folklorist, etnograf, një personalitet i shquar.
Shtëpia e Lefnosit do të shndrohet në shtëpi muze shumë shpejt, duke e restauruar, ruajtur dhe duke e bërë të vizitueshme për qytetarët. Gjithë të ornamente, dekore, element, struktura që i takojnë karakteristikës së saj, të risillen siç kanë qenë, pa e dëmtuar, duke konservuar këto element, dhe sigurisht për t'i kthyer pak vëmendjen edhe raportit të një vizitori që kur hyn në qytetin e Elbasanit, të mos jetë thjesht një tangent. Një tjetër shtëpi monument kulture është ajo ku lindi babai i gjuhës shqipe Konstantin Kristoforidi, Simon Shoteriqi, delegat në Kongresin e Manastirit dhe djali i tij, akademiku dhe intelektuali Dimitër Shoteriqi. Qëllimi në vetvete është që këtë shtëpi të shtohen ansamblit të banesave që mund të jenë të vizitueshme dhe lehtësisht të kuptueshme dhe periudhat historike kur këto janë ndërtuar. Duhet të kujtojmë që Elbasani është qyteti edhe i normales e Elbasanit. Elbasani është i njohur edhe për muzikën dhe mjeshtri Yusuf Mizyri është një nga personazhet që ka pasuruar më shumë repertorin e këtij qyteti. Pas vdekjes me 1959 u shpall artisti i popullit. Të gjithë e kujtojnë si një talent të rrallë, që me violinën e tij i dhuroi Elbasanit këngë popullore aq të bukura, se që sot janë pjesë dhe pasuri kulturore muzikore për vendin. I njohur me emrin Usta, të gjithë besojnë se muzika kishte lindur me të, sepse si mundej që dikush të krijonte muzikën e tabanit kur nuk dinte shkrim dhe këndim? Sa i ka qenë madh se s'ka ditë as shkrim as këndim, edhe të bësh gjithë ato këngë, i kënaqte merrte baba tem i shkruante turqe. Edhe ka qenë tjetëri pastaj që e kthete shqip. Medi Zena ka një jetë në sken dhe sigurisht nuk mund të mos këndonte dy këngë që i don. Tu ishe ti të përra gjata, midis barit një. Tu ishe ti të përra gjata, midis barit një. Kur themi Elbasan, nuk mund të mos na vijë në mendje një festë e vjetër që bëhej në shtëpitë e çdo banori të këtij qyteti. Dita e verës, një festë pagane që festohet çdo 14 mars e që tregon lidhjen e njeriut me natyrën dhe festën për të pritur stinën e ngrohtë. Kjo festë lidhet me rituale të ndryshme, por që simbol kohë të fundit është bërë ëmbëlsira e saj, ballokumja. Ballokumja ka ato sekretet e veta, në fakt. Duhet djalpi, duhet veza e fshatit, duhet milli misit kastile për ballokume, duhet dhe fija për shembull. Bëjmë ballokume se po i ikën tradita fare. Apo se po i bëjnë si gurabie në fakt. Skampisi i vjetër dhe Elbasani i sotshëm mbetet një nga qytetet më të rëndësishëm dhe të veçantë të Shqipërisë, mikpritës dhe tepër i dashur, që është gati të shpërfaq dhe të tregojë thesaret e tij. Me këtë speciale kushtuar Elbasanit, bashkë me ardhur në fund, ndërkohë vazhdoni të qëndroni me Klan Robashi.